Nisim këtë fondatinën e re të Estée Lauder Double Wear, besoj keni parë në rrjet. Kjo fondatina mund të ketë mbi 28 vite që është në treg dhe tashmë ka ardhur e riformuluar. Unë kam marrë shade-in 2-në-1. Këtu të kapaku më duket pak i errët, po ta shohim se si do duket. Kam patur shumë akne dhe për herë kërkoja fondatina që të kishin shumë bulim, që të qëndronin gjatë ditës shumë, sepse kam pasur dhe shumë të ndryshëm që mos bëshin krizë. Supozohet që të jetë matë, si që ka qënë, por prapë të jetë si më me jetë, të kontrolloj yndyrën, por të japi hidratim. Më duket pak e çuditshme për një fondatin që ka vite që supozohet të jetë super matë. Unë kam vendosur vetëm SPF-n time tintit, që ndoshta s'duhet ta kisha vendosur për ta parë se si do qëndronte vërtet gjatë ditës, pa u interferuar me produkte të tjera, por nuk mund t'i bëj skip SPF, sa unë bëjmë direkt me njolla. Të vendos pak në vendet ku mendoj që mund të kem nevojë pak për më shumë bulim. Kvalitet më duket sikur më përshtatet, sikur është fiks, gjithsesi do ta shikoj kur të dal jashtë. Jam produktet nga Clarins. Ky koleksioni i ri i verës Summer, kështu si icing, vjen në këtë paketimi mbojqell shumë të bukur me një lip balm, një lip oil që do ta përdor në fund, edhe një bronzing powder që sigurisht mund të rria pa e marrë, që ta testoj sot. Shiko sa e bukur. Ti bie buzët me këtë balmin dhe ka një ndjesi kështu si freskie, si pickimi, si akulli, s'u shpjegoj dot, tamam kështu si icing summery. Lema hapat e tjerë se ngela këtu. Concealer sot përdorim Selance, e përhapi me këtë furçë nga Estée Lauder. Kuptueshëm që jam dashuruar me këto furçat. Është blushi stick i Anastasias në shade-in tim të preferuar të famshëm Pink Dahlia. Çfarë them përpara për këtë blush, për këtë ngjyrë, për këtë formulim, për këtë konsistencë, për këtë sasi produkti. Jo por rod, jo por erë. Nuk ka blush që konkuron këtë. Sinqerisht, e para njëherë që më ka zjat 1 vit e gjys i pari, domethënë ka kaq shumë produkt dhe më besoni, unë jam dorëlëshuar me blushin dhe e përdor çdo ditë edhe kur jam vetëm me SPF, blushin e vendos patjetër. Ka një lloj formulimi që nuk të lë njolla, që është i lehtë për t'u aplikuar, që e mbi vendos, që nuk zhduket gjatë ditës. Pastaj s'po flas për këtë shade-in që ky është zbulimi im, ky është shade-i Pink Dahlia dhe është shade-i im, ky meriton të ketë emrin Sherina, ky shade. Mund të aplikoni kështu tek furça dhe pastaj e bëni tap në lëkurë, por mund ta vendosni edhe direkt në lëkurë, nga ana tjetër po e bëj kështu, po e tregoj thjesht që ta kuptoni që për këtë lloj blushi nuk keni nevojë që të keni një aftësi të madhe make-upi, apo të keni merak se do ngili me pulla, nuk do përhapet, pra nëse jeni fillestar në make-up, nëse keni shumë aftësi, nuk ka shumë rëndësi sepse ky ja përhapet si gjalp. Se këte vendosa shumë, ja ta përhapim dhe këte. Dhe super. Është fix sun-kissed healthy glow. Pra të jep një lloj ngrohje të lëkurës shumë natyrale, nuk u bë ka me pulla, nuk të nxika, pa aplikoj me këtë furçën e SLA-s. Perfekt. Opa, edhe kjo tek çanta e tualeteve të verës. Aman, së do fillojnë. Aman, si bëj si rjetë Mirëmanga e Sherina. Por, me këtë nuk mund të daloj. Ky t'i bën si fshes. Edhe pak do një qete vetulla.
Meqense sot do përdor lip oilin e Clarins, që duket si boqër, por është i të dukshëm, sa i bukur. Thash po iki nga buzët e mia kështu si shumë kafë, shumë cherry, edhe po qëndroni në tonalitete të ftohta, do përdor Anais 317, është ky shade këtu. Sigurisht që nuk do im fshoj fort, sepse nuk dua të bëj një kontur shumë të dukshëm. Nuk e di se më dolën buzët që si ros, nuk i bërë asnjë gjë, përveç se i lyva me këtë lip balmin e Clarins, edhe i shua me letër të lagër, përpër se të lyva me këtë. Sa bukur. Ore, pse më bën buzët të rozë mua? Hërte. Kështu si pa kuptuar, bëra super make-up. Ka një tint kështu si ice, si bujqell, si kri. Dhe shikoni. Ka qishta, po ju bëj edhe një close-up. I ka dvishëm, kjo ka shumë e çuditshme dhe nuk e di fare se çfarë do vesh.